Mund të flasësh për gjëra aktuale, mund të shkosh edhe mijëra vjet përpara, kur flet për shenjat e Kiametit edhe për shenjat e mëdha, pastaj mund të kalosh edhe në botën tjetër. Kur lexon Kur'anin mund të jesh në aspektin ligjor, kur janë ajetet për ligjet, mund të jesh në aspektin moral, se 1503 ajete janë për moralin. Mund të jesh në botën e diturisë duke lexuar për diturinë, mund të jesh në botën e historisë siç ne po tregojmë, mund të hysh në botën e shkencës, psikologjisë, sociologjisë, realitetit, rrethanave të jetës, kuptimit, besimit ke Zoti. Pra ti, domethënë është i libër aq i pasur sa ti kur ta ka mundsuar Zoti të mësosh Kur'an, ti je në kohën e kaluar, në tashmen, në të ardhmen, në këtë botë, në botën tjetër, ti je me urësi të ndryshme që kanë kaluar në jetën e pejgamberëve, dhe ti je me ajete për shembull që do të ikësh një ditë nga kjo botë, ti je me ajete si erdhe në këtë botë, si erdhi njeriu i parë, si do të vazhdojë, si do shkatërrohet kjo botë, si vjen koncepti i botës tjetër.